Në partisë i kemi diskutuar të gjitha ofertat që i kemi pas. Fatkeqësisht për nisma nuk është që kemi pas ofertë konkrete që kemi diskutuar brenda kryesisë së partisë. Dhe si rrjedhoj nuk është edhe që ka pas ndonjë iniciativë brenda që nisma të jetë... Iniciativë nuk ka pas nga Partia Demokratike e Kosovës apo nga nisma? Nga nisma, jo, duke thënë. Po nisma ja tha zoti Limaj që është ofruar me një farë forme, po që nuk është pranuar. Tani nuk e di, i është ofruar kryetarit Hamza, a ka pas diskutime, a i ka dërguar ndonjë kërkesë zyrtare, pra të gjitha këto janë informata që si kryesi nuk është që i kemi pas në tavolinë dhe nuk është që është diskutuar gjërë gjatë, mirë po ne jemi të hapur pas zgjedhjeve parlamentare, atëherë kur do të mbahen edhe zgjedhjet brenda Partisë Demokratike të Kosovës dhe atëherë me patjetër që kushdo që është i interesuar mund edhe të i bashkohet Partisë Demokratike, mirë po tani për tani nuk është që ke marrë vendim si kryesi që nisma ta kemi brenda. Berami nuk do dilte më e fortë po të kënë vot, po që se do i kishte edhe votat e nismës? Dikush variant, thot, dikush i ka 10.000, dikush thot 15, dikush i ka 20, 25, varet sa, por gjithsesi e ka një kontingent votave komandant Qeliku dhe dikur një zyrtar shumë i rëndësishëm i Partisë Demokratike të Kosovës. Në këtë periudhën e shkurt para zgjedhore mbi gjithashtë biseduar për mundësinë e shkrirjes së nismës në Partinë Demokratike të Kosovës. Unë mendoj që ky nuk është proces i lehtë, zoti Matoshi që ka qenë më herë në parti politike din që është një proces i ndërlikuar i mbrëmshëm, nuk mundet me u bë me një vendim ad hoc të pamenduar, edhe nuk mund të bëhet po ashtu përmes kornizave të cilat janë korniza parlamentare po mbi gjitha partijake. Pajtona me Arianën, edhe unë mendoj që ky është qëndrim edhe i Partisë Demokratike të Kosovës, e ka bërë qartë edhe kryetari zoti Hamza që pas zgjedhjeve nacionale do të ketë zgjedhjen brenda Partisë Demokratike të Kosovës nga nëndega në fshatin më të skajshëm të Kosovës deri te kreu i partisë dhe përmes këtij procesi natyrisht që Partia Demokratike e Kosovës është e hapur që të mirëpres edhe figurat e reja, edhe figurat që dikur i kanë shërbyer Partisë Demokratike të Kosovës dhe kjo është platforma edhe institucionale, edhe ligjore, po edhe politike. Dhe në këtë fazë unë mendoj që PDK ka arritur që të konsolidoj veten, që të përbashkoj veten dhe si kur më parë në këto 5 vite